Që mirëditore është dhe ai, duhet ta ndihmojmë dhe atë, që mos ta mysi kneta. Ka diçka tjetër? Po, jepja qik djalit. Po, djalit këtu. Përshëndetje, mirë se keni ardhë. Unë jam Albion Blinishti nga fshati Jezulli Mirdicë, veti teti në familje tradicionale jona. Rëshqitet e tokës në fshatin Mirdicë më kanë dëmtu shtëpinë. Ne kemi porosit në 2016 një shtëpi në Tiranë, tek Sinë Lanaj, edhe tek Star Construction, dhe me thanë 2 firma kontraktore me njëra tjetrën. Në 2019 unë kam pas për ta marrë në dorëzim shtëpinë, gjëtë cilën nuk e kam marrë. Shtëpinë e kemi bloku në hipotekne, çka dëm shpërblimi është i pamundur pasi ne nifemi me shtëpi të tonën, pavarësisht se shtëpinë se kemi marrë dorëzim nga Albert Almuqaj, që është pronari i firmës Star Construction. Ai e bllokon në mënyrë arbitrare shtëpinë dhe nuk na e dorëzon, pasi detyrimi i tij ka qenë 2019 me na dorëzu shtëpinë. Tani ato bëjnë ping-pong, jo është e imi, ajo është e atij, shtëpia, edhe ne nuk arrim ta marrim dorëzim. Sinë Lanaj është shitësi, Albert Almuqa është, do të thënë, bashkëpronari. Unë jetoj në Gjermani, do të thënë, ne me kemi qenë në 2010, edhe shtëpinë e kemi blej bashkë me babin, që do të thënë pagesa është bën, gjithë shka është bën, thjesht ai nuk na ndërzuar shtëpinë, pavarësisht se pallati ka marru në 2019. Do kthejmë Shqipëri, s'kam kurrë se shtëpia në Jezull është e sajume me plasmasa, se pri rrëshqitjes dheut, kështu që unë me shpirt kthejmë Shqipëri, por s'kam ku të rri. Faleminderit, gjëse e merrni në konsiderat lutjen time, ose hallin, thjesht kërkoj të drejtën që më takon. Faleminderit. Tani unë të kuptoj shumë mirë, këto normalisht janë çështje midis 2 palësh private. Edhe janë çështje që normalisht zgjidhen nëpërmjet rrugëve gjyqësore, sepse kjo është këmbana jote, ata tjerët kanë këmbanën e tyre. Megjithatë, pa vënë dyshim fare fjalët e tuaja, të shohim nëse mund të bëjmë një përpjekje të drejtë për drejtë, shtëpi ata e kanë ndërtu apo është ndërtuar? Po e kanë dhënë dikujt tjetër? Është bosh. Kush e ka blloku? Jo, po e kanë bllokuar me gjykat apo? Po ju keni kontratë dhe keni të gjitha. Po mirë ti më jep fjalën mund që kthehesh nga Gjermania, ne shkojmë dysh bllokojmë derën. 1000%, janë gjithë burrat 1000%. Dakor. Unë gjysmë e rrobave i kam paketuar me valizhe, një pjesë tjetër duhet mi paketuar dhe... Dakor, me atë gjysmën që ke, shkojmë... Ja, gjysmë ditë e punë duhet. Me atë gjysmën që ke, shkojmë bashkë, bllokojmë derën, Ulsiun e lejmë poshtë si ministër drejtësie. E kam seriozisht